Këtë pamje i përkasim fshatit Barbullin në njësinë administrative Fiershegan, Bashkia Lushnjë, ku prej vitesh fermerët merren kryesisht me bujqësi dhe pemtari. Gjatë dekadës së fundit është rritur ndjeshëm dhe kultivimi i pemëve frutore, veçanërisht plantacionet me pjeshk. Në këto toka prodhohen disa lloje frutash, si pjeshka e hershme, nektarina, por edhe kultura të tjera frutore. Përveç pjeshkës, në këtë fshat do të kultivohet gjithashtu kajsia, ftoj, dardha dhe shega, të cilat përbëjnë një burim të rëndësishëm të ardhurash për familjet e zonës. Fermerët jashtë kamerës shprehen se institucionet shtetërore duhet të jenë më pranë tyre dhe të mbështesin më shumë sektorin e bujqësisë, pasi sipas tyre, bujqësia mbetet një nga shtyllat kryesore të ekonomisë së vendit. Aktualisht puna në parcela vazhdon çdo ditë, ndërsa pjeshka dhe kajsia hershme janë në fazën e lidhjes së kokrës. Fermerët shpresojnë që ky vit të jetë i mbar dhe prodhimi të jetë i bollshëm.